Kolona kilometrike në kufirin Kroaci-Malizi, mërgjimtarët të blokuar prej 12 orësh. Prej më shumë se 12 orësh, bashkëdhetarët tanë po qëndrojnë të bllokuar në një kolonë disa kilometra të gjatë në kufirin mes Kroacisë dhe Malit të Zi. Sipas raportimeve të fundit, lëvizja është ngadalësuar për shkak të problemeve teknike gjatë procesit të verifikimit në pikën e kontrollit kufitar. Qindra mërgjimtar që janë nisur drejt Adeut kanë rrëfyer për përvojën e tyre, duke thënë se pritja ka nisur që në orët e mëngjesit. Një bashkëdhetar i cili foli në kushte anonimiteti deklaroi se ndodhej në kolon prej 12 orësh dhe se nuk e dinte sa ishte zgjatur radha pas tij. Ai tregoi se ndonse deri në destinacion kishin mbetur 15 kilometra. Prisnin aty që nga mëngjesi, sipas tij askush nuk di arsyeën e situatës, ndërsa njerëzit po ndëshkohen nga pritja e gjatë. Në radhë, siç tha ai, ka fëmijë të moshuar, gra dhe persona të sëmurë si dhe udhëtarë që kanë mbetur pa ushqim. Ai njoftoi gjithashtu se një autoambulancë apo ishte afruar për t'u ardhur në ndihmë udhëtarëve.